Apo e rrezikon Serbia Kosovën dhe vendet e rajonit pasi së fundmi bleu edhe raketa balistike supersonike nga Kina. Pse kongresistët amerikanë i shkruan sekretarit Marco Rubio që të parandaloj kufizimin e mundshëm të trupave amerikane në Kosovë. Në këtë tema flasim me njohësin e çështjeve të sigurisë Drizan Shala, cilin e kemi në linjë të drejt për drejt. Përshëndetje, zoti Shala. Përshëndetje për ju dhe për audiencën në Radio Televizion Nestene. Faleminderit edhe njerë, apo ndryshon realisht balancën ushtarake në rajon blerja e raketave supersonike kineze nga Serbia, si e shihni ju? Pra, përveç faktin që gjatë vitit që kemi lënë pas, pra në muajt nëntor dhe dhjetor të 2025, Ministri i Mbrojtjes së Shtetit të Serbisë ishte për vizitë dhe pranoi një vizitë në delegacion nga Kina, pra ishte për vizitë në Peking, ku ishte takuar me aktorët relevantë të ushtrisë kineze, ku si përpasoj në aspektin negativ për sigurinë rajonale, është edhe marrëveshja për sistemin i cili tani më është vështirë në kuadër të sistemit mbrojtjes shtetit të Serbisë, pra raketat balistike hipersonike, dhe kjo dëshmon faktin që në këtë balans të forcave rajonale të sigurisë dhe mbrojtjes, Serbia po tenton që ta paraqes narrativen se gjë është e kërcënuar dhe rrezikuar nga pjesa e regionalizimit ushtarak të konceptit NATO 2030, ku Kosova, Shqipëria dhe Kroacia janë tani në liderin në krijimin e një aleance e cila ka për qëllim që të ruhet ekuilibri dhe të ofrohet siguria dhe paqja. Ju mos harroni një gjë të qartë, gjatë 2025 Serbia ka furnizuar nga industria e saj ushtarake e mbrojtjes mbi 60% të nevojave të saj, dhe tani në bazë të bilancit dhe të ndryshimeve gjeopolitike dhe geostrategjike, Serbia filloi në 2025 të lëvizë nga boshti tradicional me Rusinë në drejtim të Kinës për t'i mundësuar që ajo të ketë një lojtar të ri apo të vjetën në kuptimin e një fuqie të re globale në rast se do duhet të ketë një veto brenda Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Prandaj afrimi me Kinën e bëri që të largohet nga Rusia, ku më pastaj patëm disa qëndrime nga ana e Moskës zyrtare, qoftë me shërbimit federal të sigurisë, pra FSB-s ruse, qoftë dhe përmes GRU-s, SVR-s ruse, pra të cilët kanë atakuar qëndrimet zyrtare shtetit të Serbisë, si gjë armatimi juaj për ne vetë vëllezërit tam në fushë betejë të Ukrainasës. Pra gjitha këto mund të përkufizohet me një element të thjeshtë. Serbia përmes modernizimit më të tjeshëm, përmes futjes së sistemit kinez përpas atij F-3 dhe S-300 nga Rusia, po të ndonë që përmes këtyre sistemeve balistike, pa bombave balistike, bombave të reja, të përçojë mesazhin që në raport mes dialogut Kosovë-Serbi, që Kosova, sipas programave dhe dokumenteve zyrtare të plasuara dhe të argumentuara nga vetë Aleksandar Vučić, që Kosova deri në 2030 do të jetë pjesë përbërëse e integrale e interesave të tona dhe është pjesë e tërësisë territoriale të Serbisë, pra është një tregues i qartë që fushëve premtaria dhe direktivat të cilat ka tani në Serbia në plan është ta godas Kosovën në qoftë se do të piqen kushtet në arenën ndërkombëtare. Për këtë gjë është duke kontribuar vetë Vučići, duke thënë që Serbia, duke thënë që Kroacia, Kosova dhe Shqipëria do të na sulmojnë, ne do duhet jemi të përgatitur. Elementi a ka rrezik real që të sulmohet Kosova dhe vendet e rajonit nga këto raketa balistike të blera nga Kina? Që është probabiliteti varet nga ndryshimet të se do ndodhin në nivelin botror, sepse fillimi një konfliktit në rrethonet dhe përmasat aktuale nuk mund të ndodhë, por pritet një momentum i ri, pritet një momentum më i favorshëm ku fuqitë globale janë të involvuara në kutinë e Pandorës që është lindja mesme, atëherë mund të jepet mundësia që shpërshëndrimi i faktoreve stabilizues në arenën evropiane, po edhe të ndërkombëtare, të jenë të fokusuar sa i përket zhvillimit në xherimin e luftës në xhirin persik, pra në lindjen e mesme, apo ndoshta ndonjë konflikt i ri në pjesën asiatike, më pastaj do mund të vinë në rol dhe në pikë pyetje të rëndësishme që Serbia mund ta përdorë atë momentum për të reaguar dhe për të zhvilluar atë hegemonizmin e saj, sepse siç e po të thova, raporti Kosovë-Serbi i pa definuar brenda këtij
dialogimit mbi 10 vjeçar. Me pastaj qëndrimet sa përket Republikës Srpska në Bosnjë-Hercegovinë, ku dihet qarta Dodiko i cili ka shprehur haptazi që do duhet të kemi një ridefinim të Daytonit të ri, çështja e pakicave serbe në Kroaci. Gjitha këto tri elemente, Serbia qoftë përmes shefit të shtabit Mojsidović, qoftë përmes Aleksandar Vučićit, Aleksandar Vulinit, të cilët madje ishin të ashpër në qëndrime në deklarime sa përket interesave dhe interferimin brenda Republikës Kosovës. Unë mendoj që kjo është në varë në një planit strategjiko, psikologjiko, hibrid me elemente ushtarake dhe të sigurisë dhe presim momentumin. A mund që këto armë, ky sistemi, që tani më është inkorporuar brenda sistemit të mbrojtjes së shtetit të Serbisë, përdoren padyshim se po, sepse rreza e veprimit është nga 200 deri në 400 kilometra, pra ju imagjinoni tani këto nuk janë sistemet statike, që është F-4 apo sistemi S-300, po janë raketat që vendosen në MiG-26 që më pastaj ato mund të lëvizin në hapësinën territoriale të Serbisë dhe nëse vinë skejnë më të largët të hapësirës së saj, mund të godasin edhe qendra qoftë Zagrebin, qoftë Tiranën, qoftë vendeve të tjera dhe kjo është treguese që Serbia është duke përgatitur pikërisht në momentumin e ndryshimeve të kushteve në favorin e saj, por të filluar një ndryshim i cili është proklamuar nga gjitha strukturat inteligjente ushtarake të vendeve anëtare të NATO-s, që kanë thënë një zëri. 2027 do të na vinë në një situatë të një ballafaqimi të mundshëm me Rusinë në promosat të vendet anëtare të NATO-s dhe kjo më pastaj mund të jetë ndonjë refleksion, ndonjë aksion i mundshëm blitz nga ana e Serbisë, por njëkohësisht duke pasur zhvillime në lidhjen e mesme. Duke pas parasysh që Serbia kufizohet edhe me vendet të NATO-s, a kanë këto vende kapacitete për të rrëzuar këto raketa supersonike në rast të rrezikut nga Serbia? Mund të imagjinoni që i vetmi shtet në aspektin e ballafaqimit ushtarak të industrisë ushtarake të mbrojtjes është shteti i Kroacisë. Pra mbi këtë bazë Kroacia ka sistemet e saj të mbrojtjes hapësirës ajrore, por që të neutralizohen sistemi i tillë kinez në konceptin e rrezikimit të përgjithshëm të sigurisë kolektive në Ballkanin Perëndimor, padyshim do duhet menduaj qarta zgjedhë nga vetë Aleanca Veriatlantike që ta fusë sistemin patriot të vendet anëtare të NATO-s njëherë për ta neutralizuar dhe për të përçuar mesazhin diplomatik ushtarak në drejtim të Beogradit, por njëkohësisht ky sistem patriot i cili mund të vendosen nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës është një tregues i një rreze të dytë sigurisë në raport me zhvillimin e lidhjeve mesme. Pam sot reagimin e Kroacisë, e cila tha se do të bisedojë me vendet anëtare të NATO-s për të parë se si do të veprojnë tutje. Si mendoni se duhet të veprojë NATO-ja pas këtij veprimi të Serbisë? Tani më është të qartë që në kuadër të Aleancës Veriatlantike do të ketë një takim të shefave të shtabeve apo personelit përkatësi deleguar aty ku do të shkëmbejnë informacione relevante, njëkohësisht do të bëhet edhe vlerësimi i shkallës së rrezikshmërisë dhe shkallës së veprimeve preventive dhe represive. Mos harrojmë një gjë tjetër, ne gjatë muajve të verës këtij viti do të shohim një ushtrim të fushor të përbashkët mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, do të marrin pjesë edhe shtetet e tjera, por këtu do të jenë 3 shtete udhëheqëse në këtë ushtrim fushor të përbashkët nga rikonceptualizimi i sigurisë ballkanike mbi konceptin NATO 2030. Prandaj aty do e shohim padyshim ndoshta një ushtrim fushor të përgatitur enkas për të treguar forcën dhe do të shohim edhe përdorimin e këtyre armëve nga ana e Serbisë për të dëshmuar prezencën e tyre në raport me garën ushtarake. Industria ushtarake përgjatë këtij viti që kemi lënë pas, por aktivisht që kemi hyrë deri në 2030 padyshim do të jetë një nga tematikat dhe shtetet do të fokusohen pikërisht të krijojnë nevojat e tyre dhe të minimizojnë qendrat e rëndësisë në aspektin ushtarak dhe të përmbushin reziliencën e tyre në aspektin e goditjeve precize për të garantuar stabilitet operacional për një periudhë të caktuar kohore. Si do të reagojë NATO në aspektin më në aspektin mikropikpamje. Padyshim që NATO-ja do të takojë edhe me shefin e shtabit, po do të tentojë edhe në nivelin politik dash bisedoj sepse NATO-ja ka një zyrë të saj brenda Beogradit, sepse Serbia që nga 2004 është pjesë e programit PFP, Partneritetit për Paqe, dhe si rezultat ka komunikime, ka raporte edhe me NATO me strukturat e saj dhe do të shqyrtohet sipas gjithasgjata në çdo formë, në çdo mënyrë që të dihet plani afat shkurt, afat mesëm i përdorimit këtyre armëve, qëllimi të cilën tani më është i hapur sepse ka një interes të hegemonizmit mbi territorin ballkanik, mbi shtetet të cilat sipas pikpamjeve
politike strategjike të tyre është krijimi i botës serbe. Dhe si duhet i përgjigjet Kosova kësaj situate të re të krijuar pas blerjes së këtyre raketave, a duhet që të investojë Kosova në mbrojtje antiraketore? Kosova ka në planin e saj 10 vjeçar në gjitha pikpamjet, por njëkohësisht nga ndryshimet që kanë ndodhur nga lufta Ukrainë-Rusi dhe ndryshimet në gjeopolitikën botërore, ne do duhet që të përgatisemi në luftën konvencionale dhe asimetrike, në forma të ndryshme më shumë asimetrike, por njëkohësisht duke përdorur sistemin antidron, sepse do të jetë problematika kryesore, dronët do të jenë fushë betejë dhe elementi i ri në fushë betejë përkatëse, prandaj çdo investim në artilleri të rëndë i cili ka dhe kosto edhe të blerjes por edhe të mirëmbajtjes, nuk është e favorshme për konceptin doktrinar të ushtrisë së Kosovës. Prandaj zgjerimi i bashkëpunimit dhe zgjerimi i komunikimeve dhe zgjerimi i sinergjisë mes shtete anëtare të NATO-s dhe këtij regionalizimit ushtarak Kroaci, Kosovë, Shqipëri, mendoj që është çelësi kyç, por që ne do duhet të investojmë në aspektin e sistemit antidron, kjo tani më është bërë e ditur dhe e qartë edhe nga fushë betejë në linjën e mesme, dhe ku ne e zotrojmë pjesën më të madhe të hapësirës ajrore, prandaj pjesën konvencionale padyshim do ta bëjë NATO me elementet e saj në KFOR, edhe për këtë gjë ishte edhe ai shqetësimi që do të ketë ndoshta reduktim të forcës ndërkombëtare në Kosovë, por në bazë të këtij ndryshimi që është duke ndodhur në Beograd, nuk e shohim një gjë të tillë që do të ndodhë në një periudhë afat shkurtër apo afat mesme. Po, para se t'ju pyes për mundësinë e reduktimit të këtyre trupave, a mund të nxesë kjo blerje e raketave supersonike nga ana e Serbisë një garë të armatimit në vendet e Ballkanit perëndimor? Ne vetë se jemi në garë. Pra, Kroacia vetë se ka filluar që të shqyrtojë bën një analizë të thellë mbi strukturën e saj dhe nevojat e saj që të përmbushën sa më parë. Njëkohësisht Shqipëria dhe Kosova kanë filluar që ta riaftësojnë Shqipëria pjesën e industrisë ushtarake, Kosova në krijimin e saj, dhe gjitha këto në bashkërendim njëra me tjetrën do jep të fuqinë optimale, sepse lirë do duhet kuptuar që për të prodhuar për ushtrinë, për të prodhuar për nevojat e tua nacionale, ka një kosta, dhe duke parë që shumë shtete në kapacitetet e vogla ushtarake që është Kosova, Shqipëria, Kroacia, e cila ka një ushtri pak më të zgjeruar, pak më të madhe në numra në mjete, unë mendoj që kompanitë serioze botërore të cilat tani më janë vetë të etablizmuar në arenën ndërkombëtare të industrisë ushtarake, do e shohin tregun ballkanek si të tërën, si një njësi të tërën, dhe kjo kishte më mundësuar që një pjesë të armatimit të shpërndahet në Kroaci, Shqipëri, Kosovë, pse jo, në Maltezi, në Maqedoninë e Veriut, në qoftë se inkorporohen edhe Bullgaria, në qoftë se inkorporohen në këtë aleancën rajonale. Por që deri atëherë nuk e shohin si një arsye e drejtë që ne të ndahemi si Kosova apo Shqipëria të ndahet, apo Kroacia që të përmbushen mbi bazën e nevojave të tyre nacionale, por ne do duhet që të kemi një buxhet të përbashkët rajonal, e cili mundëson pikërisht në krijimin dhe minimizimin e kosteve financiare për të përmbushur nevojat përkohëse. Prandaj gara është vetë e hapur, ne shohim se Serbia që nga 2005 pas 2014 ka investuar afërsisht bi 2.2 të GDP-së së saj në ushtrinë e saj, dhe kjo tani më shpërblet në kuptimin e ngritjes së kapaciteteve dhe përmbushjeve nevojave të tyre sipas planeve të tyre strategjike për të zgjeruar ndikimin e tyre për te kufit shtetëror të Serbisë. Po, zoti Shala, një temë tjetër që është aktuale, cilën e përmendet edhe ju pak shkarazi, është ndëlidhet me sigurinë në Kosovë dhe është mundësia e zvogëlimit të trupave të NATO-s. Sot Aleanca Veriatlantike i tha Radio Televizionit 21 se deri më tani s'ka vendim për reduktimin e trupave amerikane nga Kosova. Por sa real është shqetësimi i anëtarëve të Kongresit Amerikan për një tërheqje të mundshme të trupave amerikane ose zvogëlim të tyre në Kosovë? Ju kujtohet në fillimin e kampanjës së presidentit aktual të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, ishte një nga piket themelore dhe çështja e reduktimit të fuqisë ushtarake, pra të personelit ushtarak jashtë territorit amerikan, ku dihet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë prezente në pjesën më të madhe të kontinentit evropian dhe kanë mbi 10 baza të ndryshme dhe ka koste për të mirëmbajtur bazat e tyre. Mund të bëjnë një analizë në linjën e mesme janë 22 baza ushtarake dhe kostoja atyre është rreth $30 miliardë vjetore. Pra imagjinoni kostot e kampeve apo bazave të ndryshme në vendet të ndryshme evropiane kanë kosto, dhe kjo kosto më pastaj do të reflektojë edhe në pjesën buxhetore për ushtrinë amerikane dhe
premisa e deklarimeve dhe pjesa kryesore e presidentit dhe republikanëve ishte pikërisht të minimizoj çështja e ushtrisë jashtë territorit amerikan dhe për t'i dhënë barën dhe përgjegjësinë që në kuadër të aleancës edhe shtetet e tjera të kalojnë 2% në GDP-s, respektivisht 5% edhe në përmbushjen e nevojave të industrisë ushtarake të mbrojtjes. Dhe a mund të ndodhë një gjë e tillë, kongresmenët ju janë referuar sipas gjitha gjasave të qëndrimeve të fillim mandatit të presidentit Trump për të minimizuar çështjet përkatëse ushtarake, por ju dini një gjë të qartë. Zhvillimet amerikane do duhet të kuptojmë në dy koncepte. Koncepti i interesave amerikane jashtë kornizës së NATO-s, e cila tani më është e dukshme dhe mund të shihet në lidhjen e mesme dhe pjesë të ndryshme, edhe në pjesën aziatike, dhe koncepti Amerikë brenda aleancës veriatlantike, ku Amerika përbën pjesën më vitale në NATO dhe si përpasoj nuk do shohim ndonjë reduktim brenda aleancës, por mund të ketë vetëm reduktime jashtë konceptit të NATO-s. Prandaj afektimi në rajonin e Ballkanit Perëndimor nga investimet që duke bërë nga ana e Serbisë nuk është si një gjë të mundshme. Padyshim, NATO-ja do të ngrisë nivelin e saj operacional në dy misionet e saj, qoftë në pjesën e Bosnjës së Hercegovinës, qoftë në pjesën e Kosovës. Pra gjatë 2027 ne do të shohim shtim të trupave amerikane, shtim të trupave vendeve anëtare të tjerë, për të garantuar dhe minimizuar ndikimet e formës apo luftës asimetrike të Serbisë dhe aleatëve të saj, Rusisë, Kinës, Iranit në Ballkanin Perëndimor, që mund të krijohet një front i ri në drejtim të prisjes së sigurisë kolektive dhe një mundësi për të destabilizuar komplet kontinentin evropian. Prandaj NATO-ja do të jetë strikte, NATO-ja do jetë prezente në Kosovë, ushtria amerikane nuk do të reduktojë numrin e saj brenda aleancës së KFOR-it, padyshim do të kemi rritje të numrit të tij. Po, dhe një pyetje të fundit, pra, duke ditur që është thelbësore për sigurinë e Kosovës prania e trupave amerikane dhe trupave të vendeve të tjera që shërbejnë në kuadër të KFOR-it, një zvoglim eventual i trupave amerikane, a do t'i rriste apetitet e Serbisë për të sulmuar Kosovën? Pa desh të tingëlloj histerik apo në kuptimin pesimist, nuk mendoj që do kishte me patëm një ndikim në kuptimin strategjik reduktimi i numrit të forcave amerikane derisa ekziston një ushtar amerikan në kuadër të komponentës së KFOR-it në Republikën e Kosovës. Derisa kemi një ushtar amerikan, nuk e shoh si të rrezikshme çfarë do aktiviteti i mundshëm nga ana e Serbisë apo ngritjen e apetiteve, sepse apetitet i ka të qarta të deklaruara dhe ndaj tyre është duke punuar në mënyrë sistematike Serbia. Pra, Serbia dëshiron hegemonizëm, dëshiron të pushtojë vendet e ndryshme të Ballkanit Perëndimor që kanë lidhje me popullatën serbe dhe dëshirojnë që të arrisin dhe ta kryejnë botën serbe. Prandaj NATO në shoftë e vjetit të reduktimi numrave të një nacionaliteti përkas, NATO do të arrijë mbush vakumin i cili do të mund të krijohet dhe mund të përmbush nevojat të cilat mund të vinë nga ana e kërkesës së komandantit të KFOR-it. Prandaj KFOR-i është prezente, rritja e numrit do të ndodhë, mund të ketë ndonjë ndryshim eventual, por që në thelb nuk do të ndikojë absolutisht qoftë në operacionalitetin dhe ndërkombëtarinë me elementet e tjera të sigurisë në Republikën e Kosovës. Zoti Shala, falenderoj shumë për këtë analizë që bët rreth zhvillimeve të fundit ushtarake në rajon. Gjithatë mirë.